3 fitore të ekipeve vendase, një barazim dhe 2 fitore të skuadrave mysafire, me 21 gola të shënuar, është epilogu i ndeshjeve të Gjiros së 27 në elitën e futbollit vendor. 2 skuadrat kryesuese, Shkëndia dhe Sileksi, shënuan fitore të thella kundër Voskasportit, gjithsesi Besa e Dobërdollit. Ekipi kuqezi në stadiumin e qytetit në Tetov me tribun të zbrazët me golat që realizuan Ademi, Tamba, Ibrahimi dhe Jakupi mundën ekipin e Voskasportit me rezultatin 4-0, duke regjistruar fitoren e 17 sezonale. Me këto 3 pikë Shkëndia vazhdon të kryeson tabelën me 59 pikë, duke mbajtur epërsinë e 4 pikëve kundrejt ekipit të dytë që ka 55. Trajneri Jeton Beqiri pas ndeshjes tha se ekipi dominon ndeshjen, por nuk shfryzoi edhe disa raste të 100%. Mendoj se ishte një ndeshje që ne, si shtatë edhe ju, e dominuam, kontrolluam, shënuam 4 gola dhe ndoshta pengu i vetëm i ndeshjes mund të jetë se humbim edhe shumë raste të pastërta si me portieri, por megjithatë kur është rezultati i lartë edhe koncentrimi është më i ulët në momentet veçanta, por në përgjithësi jam i kënaqur me angazhimin e futbollistë. Sa i përket angazhimit e sidomos të disa lojtarëve që kthehen në formën e tyre të duhur si Ademi, Latifi, Tamba, trajneri Beqiri thotë se këto janë momente të rëndësishme për ekipin. Të edhe këto futbollistët që përmenden ju, domethënë shënuan apo asistuan dhe kjo është e mirë për skuadrën. Gjithashtu është e rëndësishme edhe rikthimi i Qakës, rikthimi i Shalës apo i Websterit, të cilët kanë pas lëndime të vogla dhe tani janë 100% me skuadrën, morën edhe disa minuta. E rëndësishme është ekipi të funksionojë, domethënë edhe ne nga ndeshje në ndeshje dukemi më të sigurt dhe normalisht të mundohemi të qëndrojmë në vendin aty ku jemi për momentin. Sileksi në Kratov edhe kësaj radhe ishte e pamërshishme ndaj ekipit Besa, duke mundur me rezultat të thellë 5-0. Autor të golave ishin Gjorgjevski 3 gola, Aliq dhe Dodev nga 1 gol. Sileksi me 55 pikë vazhdon sigurt të mban pozitën e dytë në tabel, ndërsa Besa me 24 pikë mbetet në pozitën e 10. Rabotnički me disfatën kundër kampionit në fuqi Struga Trimlum 0-1 para tifozëve vendas përfundimisht humb të gjitha gjasat për titullin kampion dhe daljen në Evropë, ndërsa Struga Trimlum i ofrohet vendit të tretë. Golin e vetëm për këtë fitore të madhe e realizoi Ukpa në minutën e 54. Gostivari pas disa dështimeve, sot ju kthye fitores dhe atë kundër Shkupit 3-1. Autor të golave ishin Glishiq, Ajdini dhe Li Ervin për vendasin dhe i meri për Shkupin. Pelisteri zhgënjeu tifozët vendas me disfatën kundër AP Brera 1-2. Vardari edhe njëherë i shpëton disfatës me gol në sekondat e fundit, duke barazuar 2-2 me Tikfeshin në ndeshjen që u zhvillua në kampin stërvitor të FFM-s. Pas javës së 27, kryeson Shkëndia me 59 pikë e ndjekur nga Sileksi që ka 55, Rabotnički 49, Gostivari 47 dhe Struga Trimlum me 45 pikë.